Përshëndetje miq, do thoni ju çfarë bën në këto orë te kryeministria. Në fakt, kisha rreth 3 vite që nuk kisha zbritur në këtë shesh për të protestuar. Sot është data 8 dhjetor. 8 dhjetor i rinis që rrëzoi në thonjza komunizmin dhe gjithë ditën kam pritur që të kishe reagim, protest, i natë në gjithë shka po ndodh. Po në fakt nuk ka ndodhur asnjë gjë nga këto. Dhe sot kam ardhur këtu 3 vite pasi protestoja dikur për çmimet, të nisi protest tjetër. Protest përballë Edi Ramës, i cili duhet dorëhiqet, i cili ka marrë në sulm drejtësinë e në datë 12 gjykata kushtetuese duhet të shprehet. Unë sot po nisi protest këtu, atyre shokëve të partisë i përshëndes dhe vajzat, po kjo është i protest si qytetar, i ftoj të gjithë. Është simbolik kjo nisje i vetëm dhe do jem këtu ditë natë pa ndalim. Jo duke ikë në shtëpi, jo duke ngrënë dreka, duke dalë në televizor e pastaj duke ardhur për të protestuar një herë në kaq. Nga sot do vazhdojmë dhe uroj që këtu të ketë qindra e mira qytetar në ditën të vazhdim. Për më shumë do lidhem, ju përshëndes, ju dua fort. Fundja, ky është fati im. Jem një protestues i përjetshëm.